sot intervistën do ta zhvillojmë për të drejtat e punëtorëve normalisht dhe për problematikat e tregut të punës. Statistikat e vitit që lan pas në fakt nuk është se janë shumë të mira për tregun e punës në Shqipëri, sepse një raport i IKS shkruan se 39% e punonjësve nuk shtyjnë dot muajin, ndërsa një tjetër raport që vjen nga vendi ynë është vitin e kaluar janë 48 jetë humbura vetëm nga aksidentet në punë. Çfarë tregojnë këto për stabilitetin e tregut të punës dhe sigurinë? Jo, siç e përmendët dhe ju në referuar statistikave, është parë se viti 2025 ka pasur një rritje të aksidenteve me fatalitet në vendin e punës, këto kryesisht në biznes apo sipërmarrje të cilët kanë një rrezik të lartë, siç është dhe sektori i ndërtimit, çka tregon se edhe minjerat, sektori i ndërtimit dhe minjerat që janë dy nga sektori i ndërtimit dhe minjerat kanë një rrezik të lartë dhe në të vërtetë është parë se sipërmarrjet nuk po alokojnë le të themi fonde të mjaftueshme për sa i përket trajnimit të punonjësve dhe fuqisë punëtore të tyre. Pra e shikojnë si një kosto çdo investim të kryer për sa i përket përgatitjes së burimeve njerëzore, çka i kthehet më pas në një bumerang pasi po të referohemi sërish statistikave në vitin 2025 janë paguar mbi 64 milion lekë të reja vetëm në gjoba për shkak të mosplotësimit të kushteve të marrëdhënieve punësimi. Kjo referuar edhe pjesës së sigurisë në punë. Pra sikur një pjesë e këtyre fondeve të ishte destinuar për trajnim të fuqisë punëtore, atëherë në siguri do të kishte një numër më shumë të ulët se 48 jetë të humbura për shkak të aksidenteve në punë. Për sa i përket marrëdhënieve të punësimit të tërësi në Shqipëri, është e vërtetë se kemi një çrregullim të tregut të punës, pasi kemi disbalanca me disa sektorëve të cilët kanë një kërkesë të shtuar dhe gjithashtu kanë pasur dhe një rritje të konsiderueshme të pagave, siç ka qenë dhe sektori i turizmit, i cili gjatë sezonit në të vërtetë drejton pothuajse të gjithë fuqinë punëtore në vende pune të cilat hapen kryesisht në Bregdet apo në pjesën e jugut të Shqipërisë. Por këto kanë problematikën e saj të cilët janë kontrata të përkohshme dhe nuk i garantojnë punëmarrësit një marrëdhënie të vazhdueshme dhe të qëndrueshme punësimi. Ndërkohë sektorë të tjerë, siç janë sektori i bujqësisë kryesisht prej vitesh në recesion, vazhdon dhe të ketë mungesë interesi të fuqisë punëtore për të angazhuar në punë në këtë sektor. Kjo e ardhur dhe prej mungesës së përkrajës apo mungesës së investimeve për ta bërë sektorin frutdhënës dhe për ta bërë dhe më joshës, jo vetëm për ata persona apo individë të cilët jetojnë në fshat, por edhe për të rinj të cilët mundet që me ndryshimet të teknologjisë gjithashtu të impenjohen dhe të shtojnë produktivitetin në sektorin e bujqësisë. Kjo në fakt mendoj që është më se qartë, sepse është edhe sektori me informalitetin më të lartë dhe normalisht nuk ka siguri pagat, pastaj kushtet e punës gjitha, duke qenë që kemi një bujqësi ende jo shumë të zhvilluar. Edhe për sa i përket pjesës të mekanikës të investimeve, në fakt mungojnë të gjitha aspektet për të pasur një vend pune, të themi që të jetë i plotësuar që të shihet si vend pune. Jo, po ti referohesh të dhënave qoftë ekonomike, por qoftë edhe të dhëna për sa i përket të dhëna sasiore në marrëdhënie punësimi. Sektori i bujqësisë është në sektorët me numër më të madh të punësuarve, por të paktën në 3 vitet e fundit ka qenë një sektor i cili ka qenë në rënje të vazhdueshme. Pra kemi rreth 8% rënje krahasuar me një vit më herët. Dhe kjo normalisht që ndikon edhe në perceptimin e të rinjve të cilët e shikojnë tashmë si një sektor që nuk mundet të investohesh dhe të kthesh mbrapsht qoftë investimin financiar, por dhe investimin njerëzor duke mos dashur për të humbur kohë në këtë aktivitet. Nëse do të kemi një suport qoftë në teknologji, por dhe suport financiar, me patjetër që do të kthehet në një sektor i cili mundet të jetë mjaftueshëm i zhvilluar për të mbajtur qoftë ekonominë e Shqipërisë për sa i përket prodhimit vendas, por gjithashtu dhe sektorët e tjerë shumë të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare si turizmi, pasi janë ngushtësisht të lidhura me njëra tjetrën dhe
në të vërtetë është një risk shumë i madh nëse do të vazhdojmë dhe të përkrajmë apo të investojmë apo edhe të nxisim një sektor të vetëm dhe të izoluar siç është ai turizmi. E qartë. Në fakt, kohët e fundit në Shqipëri ka filluar masivisht edhe punësimi i punonjësve të huaj, si nëpërmjet rekrutimeve përmes agjencive apo edhe në mënyra të tjera. Sektorët që janë më të predispozuar nga kjo janë fasonerit, turizmi, që në fakt janë sektorë që janë problematik për sa ju përket pastaj trajtimit të punonjësve shqiptar, qoftë për sa i përket pagave, deklarimit, kontratave të punës. Përse mendoni që tregu shqiptar ka kaq shumë nevojë për punonjës dhe në të njëjtën kohë përse nuk i gjen këtu? Përse nuk i plotëson tregu shqiptar ëndrat e të rinjve shqiptar? Vendet e punës në sektorët që sapo përmendët tashmë po konsiderohen si sektor le të themi jo të denj për fuqinë punëtore vendase, pasi shikojnë si pozicione pune të cilat nuk mundet i garantojnë të ardhurat së pari dhe një marrëdhënie punësimi të qëndrueshme, të vazhdueshme konform të gjitha rregullave ligjore. Është vërtet që numri më të madh të punësuarve të punonjësve të huaj ka filluar në sektorin e fasonerisë dhe pas në sektorin e turizmit, dhe janë sektorë shërbimesh të cilët kanë pasur problematika me marrëdhënie punësimi me fuqinë punëtore vendase, dhe kjo nuk lehtëson le të themi zgjidhjen e problematikave me marrjen e punonjësve të huaj. Përkundrazi, vështirësitë e komunikimit, vështirësitë e përcjelljes së ideologjisë së një sipërmarrje tek një punëtor i huaj është akoma më e vështirë, gjithashtu dhe vendosja e punonjësve të huaj në një ambient pune me punonjës shqiptar dhe gjithashtu dhe formimi, trajnimi apo informacionet generale të cilat do duhet të jepen këtyre punëtorëve bëhen akoma më e vështirë për të plotësuar kuadrin ligjor të nevojshëm në momentin e një lidhje kontrate pune. Dhe për këtë arsye mendoj se jemi akoma në fazat e para të implementimit të këtyre praktikave pune me punonjës të huaj, dhe do të vi një moment që do të shfaqen dhe problematikat. Do të kemi probleme qoftë për sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë, pasi aktualisht kushtet nuk e mundsojnë të kemi trajnime të plota dhe gjithëpërfshirëse të punonjësve të huaj, siç e përmenda më herët për shkak të vështirësisë së komunikimit me to. Gjithashtu sipërmarrjet e shikojnë si fuqi punëtore plotësuese jo afatgjatë, pra nuk shikohen si punonjës të cilët vendosen në Shqipëri për të qëndruar për një kohë të gjatë, por shpeshherë shikohen si një zgjidhje tranzit apo një zgjidhje e përkohshme për të kaluar vështirësinë e gjetjes së fuqisë punëtore në Shqipëri dhe apo për të kaluar këtë krizën e tregut të punës. Kështu që mendoj se problematika do të fillojnë të dalen nga pak dhe do të kemi ndoshta problematika të cilat nuk lidhen vetëm me marrëdhënien e punësimit, por mund të shkojnë dhe më tej. Problematika të cilat lidhen dhe me vepra penale apo problematika të trafikimit të njerëzve apo fuqisë punëtore në ato vende apo dhe punë të detyruar. Jo më larg se disa ditë më herët dhe kryeinspektori i Inspektoratit Shtetëror të Punës pranoi se ka raste të bllokimit të fuqisë punëtore të huaj apo mbajtja në një vend pune pa dëshirën e tyre, pavarësisht se nuk i plotësohen kushtet kontraktuale të rëna dakord, të cilat nuk kalojnë më vetëm në një problem ligjor, shkelje marrëdhënie punësimi, por kalojnë dhe në problematika të tjera më të rënda penale. Po, në fakt ka patur disa raste që janë raportuar më herët edhe në media që zakonisht forma më e shpeshtë e mbajtjes kundër dëshirës është sekuestrimi i pasaportave apo i dokumentacionit të punonjësve të huaj, edhe në këtë mënyrë në momentin që mbërrin në Shqipëri u sekuestrojnë dokumentet edhe nuk lejohen më që të kthehen pas nëse ata dëshirojnë. Ne jemi një vend i cili aktualisht po aplikon këto praktika të reja për ne, por që për vendet të zhvilluara në botë janë praktika të hershme. Dhe kemi edhe konvekta europiane të cilët janë aplikuar pikërisht për të shmangur këtë problematika kryesisht mbi emigrantët nga vende të treta apo nga vende të cilët janë në vështirësi ekonomike.
Dhe mendoj se institucionet tona kanë shumë të thjeshtë duke marrë praktikat të mira të aplikuara nga ato vende dhe duke integruar ato me praktikat tona kombëtare në mënyrë për të shmangur pikërisht këto le të themi pasoja të rënda të cilat mund t'i vinë punonjësve të huaj apo emigrantëve të cilët vijnë nga një vend i tretë në një vend siç është Shqipëria. Në tregun ton të paktën tani këtu po flas si perceptim, jo me një statistikë konkrete, por problematikë kryesore mbeten sektorët, siç e tham, që janë ndërtimi, fasonerit, minerat, që në fakt përveç kushteve të vështira të punës, hasen shpesh punonjësit në këta sektor, hasen edhe me dhunën psikologjike, me një trajtim jo shumë të mirë për një vend pune, po themi. A ka një statistik ose a ka raportime shpesh të punonjësve si të inspektorati i punës, nuk e di nëse keni një statistik për këto? Statistika nuk mund të sjell tani, por mund të ndaj një eksperiencë personale gjatë auditeve të cilat bëj për kushtet e punës në për sektor të ndryshëm ekonomik. Dhe shpesh herë shikohet se tashmë tregu i punës po ndahet në dy drejtime makro. Pra janë fuqi punëtore e cila prej vitesh punon në treg, kryesisht në sektor të cilët janë problematik, siç përmendet fasoneria, ndërtimi apo edhe minerat, ndërsa pjesa tjetër e fuqisë punëtore të angazhuar në sektor si shërbimet ekonomik apo bankat, të cilët kanë pasur ndër vite një zhvillim eksponencial krahasuar në pjesën e tjetër, janë njohës dhe kanë një kulturë më të përgatitur mbi të drejtat e tyre dhe kërkesat që mund t'i ofrojnë punëdhënësit. Ndërkohë gjatë vizitave që shpeshherë bëjmë të plotësorëve që i zhvillojnë në punëmarrësin në sektor problematik, duket sikur ata janë të nënshtruar dhe shpeshherë humbet kultura e kërkimit apo ankesës qoftë të drejtuar institucioneve përkatëse, pikërisht për shkak të frikave apo mentalitetit se në një vend si Shqipëria nuk mund të presësh të marrësh të drejtat. Do duhet me patjetër që këto punëmarrës të kenë një përfaqësim dinjitoz dhe duke qenë se jemi dhe në ditën e punëtorëve, do duhet që të kenë një përfaqësim qoftë nga sindikatet apo nga organizma të tjera përfaqësuese sa më dinjitoz dhe me gjithë fuqishës, pasi vetëm kështu do të mundet që t'i garantohen disa të drejta bazike dhe në fund t'i garantohet të paktën një marrëdhënie pune dinjitoze, pa të mos flasim për marrëdhënie pune mbi praktikat europiane apo të kërkojmë një ditë më pak pune apo orë më pak pune apo paga më të larta në momentin kur disa punonjësve nuk i garantohet akoma paga minimale në shkallë vendi apo një kozjatje normale të në javore. A është punësimi sezonal një problematik, sepse para disa muajsh, në fakt kam ndjekur disa intervista, apo më pas edhe kam lexuar përtej thjesht një kurioziteti. Dhe në fakt në shumë sektor është parë një problematik sepse nuk ka ende, për shembull nuk paguhen siguracione gjatë gjithë vitit, që në fakt do të ishte një zgjidhje shumë e mirë për të stabilizuar sektorin sektor si turizmi, për shembull, që i përdor masivisht kontratat sezonale. Dhe ekspertë të ndryshëm rekomandojnë pikërisht këtë pjesën që të paguhen siguracion gjatë gjithë vitit, që të kemi një staf, për shembull, nëse trajnohet në vitin 2025, të jetë gati edhe për vitin 2026, ose të trajtohen me pagë minimale. Nuk e di, mënyra të tjera për të zgjidhur këto situata, sepse po përballemi çdo vit me të njëjtën situatë, domethënë nisim përsëri nga zero. Praktikat të vendeve fqinje, të cilët e kanë sektorin e turizmit një ndër sektorët më të zhvilluar, siç janë Greqia apo Kroacia, janë praktika të cilët i kanë mundësuar punonjësve një mbulim gjithëvjetor për sa i përket kontributeve dhe shpeshherë dhe pagesa minimale, por në një vend si Shqipëria mendoj se është akoma shpejt. Ka pasur përpjekje, le të themi, të organizma të ndryshme të turizmit, qoftë
grupi i hotelerive në zonën e Durrësit pati një tentativë për të lidhur një marrëveshje pikërisht mbi pagesat e sigurimeve gjithëfshirëse në arkun e vitit koror, por që dështoi dhe kjo mendoj se vjen shpeshherë edhe për shkak të rritjes disa pagesave sezonale ndaj punonësve të cilët kërkojnë një fitim imediat dhe nuk vendosin rëndësinë mbi kontributet shoqërore dhe shëndetësore të cilat i garantojnë disa të drejta, por që nuk janë fitim i menjëhershëm apo të ardhurat të menjëhershëm në xhepin e tyre. Mendoj se këtu do duhet së pari përgatitja e sektorit turizmit dhe integrimi i shumë shërbime të tjera të cilët do ta zgjasin në kohë, duke quar për te atyre 3 muajve të plazhit apo 4 muajve nëse moti do t'jetë i favorshëm dhe duke integruar shërbime të tjera ku punonësit mundet të aktivizohen përpes sezonit veror dhe në këtë mënyrë ato muaj të dimrit të mundet të suportohen financiarisht nga sipërmarrjet. Aktualisht në kushtet që jemi, besoj se sipërmarrjet nuk janë të përgatitura për të suportuar një vështrim financiare pagese ndaj punonësve në 12 muaj të vitit. Për këtë arsye janë parë më tepër mundësi se si të marrin punonjës të huaj sezonal për te angazhimit të fuqisë vendase gjatë sezonit dhe kjo është bërë edhe nëpërmjet lehtësimit të disa procedurave të marrjes së punonjësve dhe aplikimit të lejeve të punës dhe lejeve të qëndrimit. Lehtësimi i këtyre procedurave mendoj se do ta favorizojë marrjen e punonjësve sezonal, kështu që të gjitha këto përpjekje për të pasur një marrëdhënie pune gjithëfshirëse në arkun e vitit të shtyhen për më tej në momentin ku sektori i turizmit do të jetë më suportues. Në qartë. Sipas auditeve që ju keni kryer ose sipas ndonjë studimi, domethënë a respektohet ligji për pagën minimale në vendin tonë? Duke qenë që aktualisht është 500 euro? Aktualisht është 50.000 lekë të reja bruto për 174 orë pune dhe gjatë auditeve shpeshherë vëre se në shumatorën e saj paga shpeshherë respektohet, por janë orët e punës në pas të cilët te kalojnë ato orë pune normale dhe e bëjnë të pa efektshëm pjesën e pagës minimale pasi në pagë orare nuk respektohet të pagë minimale. Dhe shpeshherë kamuflimi i orëve të punës të te zgjatura dhe kalimi në një shoqëri ku mesatarisht në muaj punohet mbi 200 orë pune e bën jo efektiva të pagë minimale të kërcuar. Dhe tu nuk flasim për gjithë sektorët, pasi ka sektorë të cilët nuk flitet më për pagë minimale 50.000 lekë dhe për të arsye kanë dalë edhe pagat referuese, të cilat institucionet si tatimet apo inspektoratet marrin parasysh gjatë kontrollet të tyre. Por flasim për disa sektorë problematik dhe sektorë në performancë të ulët ekonomike, siç janë pikërisht sektori i bujqësisë apo fasonerisë, ku shpeshherë sipërmarrjet tentojnë të reduktojnë koston e fuqisë punëtore pasi përfund pjesën më të madhe të kostove të tyre. Në qartë. Prandaj edhe e thash sepse në fakt nuk e di përse, po çdo një maj më duket sikur është dita kështu e punonjësve të cilët janë më në vështirësi, sepse po themi që kur flasim për stresin e mesme ose për profesione të caktuara, më pas besoj që janë superuar tematika si paga minimale, por në sektor, sepse Shqipëria ka në fakt problematika në sektorët që i përmendim më sipër që vijojnë ende të jenë së mos fasonerit, vijojnë ende që të kenë paga shumë të ulta, ose edhe në momentin vijojnë ende edhe kjo pjesa është pjesa e sigurimeve, punësimi në të zezë, sigurimet e pjesshme. Gjithashtu ka dhe një ndarje territoriale, pra në qytetet e zhvilluara si Tirana, kurse apo qytetet e tjera të zhvilluara, kryesisht dhe kontrollet e institucioneve janë më shtrënguese dhe më kërkues, ndërsa në qytete më periferike të Shqipërisë shpeshherë nuk janë parë kontrolle efektive, çka ka çuar dhe në mungesë të drejtave për punonjësit dhe në mungesë gjithashtu të një alternative tjetër punësimi, ato pranojnë që të vazhdojnë një marrëdhënie kontraktuale pune jo dinjitoze me punëdhënës, të cilët
nuk i garantojnë pagën minimale, apo nuk paguajnë kontributet, apo punojnë orë të zgjatura për të arritur atë nivel pagë minimale. Po, në fakt është edhe kjo shumë e vërtet, pjesa që njëjti profesion, për shembull, nëse një kamarier në Tiranë mund të paguajë diku te 80.000 lekë, nuk është kështu në qytete të tjera si Korça apo Gradeci, po themi në qytete të vogla. Sepse argumentohet edhe me pjesën që kaq fitim është në fakt dhe nuk shikohet më shumë pastaj për të llogaritur kostot e jetesës apo që të shikohet punonjësi për te asaj që bën gjatë 8 orësh të punës. Edhe prandaj fakt e shtrova edhe këtë pyetjen sepse e kam parë edhe vetë në terren të aplikuar këtë pjesën që mungon një llogaritje e kostove të jetesës, dhe kryesisht kostot e jetesës duhet llogaritur në bazë të rajonit apo qytetit ku duhet aplikuar. Dhe në bazën e këtyre kalkulimeve do duhet që të përllogaritet në fazë një pagë e cila mund t'i ofrojë punonjësit një jetesë dinjitoze. Nuk duhet të flitet më për pagat të cilët nuk mundësën të shtyhet muaj për një familje shqiptare, por do duhet që të kapërcehet dhe të arrijmë në një pagesë dhe sipërmarrje do duhet që të bëjnë planet e tyre të biznesit mos të referohen vetëm pagave minimale, por të referohen disa pagave të tregut, të cilët realisht mundësojnë familjes shqiptare apo të rinj shqiptar të mendojnë jetesën në Shqipëri dhe mos të shikojnë vetëm alternative migrime. Pastaj një problematikë tjetër që përmenda edhe në fillim, është edhe puna në të zezë, që vjen që të jetë ende informaliteti, vjen të jetë ende shumë i përhapur. Apo edhe nëse ka kompani të cilat paguajnë pjesën e sigurimeve, paguajnë sigurime të pjesshme, për shembull mbi pagën minimale dhe pjesa tjetër më pas jepet në dorë janë kompanitë të cilat paguajnë me dy bordera. Përse është kaq e përhapur, kaq masive, është një mungesë e kulturës punës nga ana e punëdhënësit apo janë më tej problemet? Në fakt, në bazë të eksperiencës time mund ta them me plot gojen që është një problematikë e dyanshme. Pra, kemi informalitet të zgjidhur, ku kemi mosdeklarim total të punonjësve dhe kjo vjen totalisht për efekt të mos pagimit të kontributeve të cilët shikohet si një kosto nga disa sipërmarrje, ndërkohë që kemi edhe një informalitet gri, pra një deklarim pjesor të pagave, ku shpesh herë kërkues nuk është punëdhënësi, por është vetë punëmarrësi. Dhe kjo bëhet vetëm për arsyeën e thjeshtë të marrjes së një fitimi më të madh në një kohë më të shkurtër. Pra, ja kërcen një pagë në duke më të madhe, duke mos bërë deklarim të plotë pranë institucioneve, por në të vërtetë të marrin një vlerë më të ulët, pasi kjo i dokon apo i mohon disa të drejta dhe disa përfitime në rast fatkeqësisht, në rast ballësisht për punë, apo dhe në momentin që ndoshta duket larg, por të pensionit, në momentin e pensionit. Dhe pikërisht këto mungesa kanë bërë që sipërmarrjet të kenë mundësinë që të kontraktojnë me punëmarrës paga më të larta, por të deklaruar jo drejt. Dhe mendoj se këto raste janë dhe rastet më problematike për të evidentuar apo për të vërtetuar, pasi shpesh herë ka një ndërvërtësim midis palëve, dhe kjo e bën thuajse të pamundur që për institucionet apo dhe për ne si arbitrues të pavarur për të parë problematikën dhe për të shkuar në thelbin e problemit në momentin kur kryejmë audit. A funksionojnë sindikatat në vendin tonë? Për fat të keq më duhet të pohoj se sindikatat nuk janë efektive në vendin tonë. Në momentin kur shikon një kontratë kolektive që nuk ka asnjë të drejtë, mbi të drejtat minimale që garanton kodi i punës, mendoj se nuk është bërë një punë në sindikata. Dhe për shkak të keq të punëmarrësve në Shqipëri, mendoj se kjo është një ndër problematikat kryesore. Në momentin që do kemi një përfaqësi të denjë dhe një përfaqësi efektive, atëherë do shikohet se dhe të drejtat dhe le të themi përfitimet e punëmarrësve do të jenë shumë më të mëdha. E qartë. Në fakt, ka edhe përveç mungesës sindikatave ose edhe presioneve, sepse në fakt nga arsyet përse nuk ka organizim, vendin e punës janë edhe presionet.
kemi parë raste të organizimeve në call centra ose të minatorëve, por që pastaj janë ose të naftëtarëve dhe por që në fakt nuk është se janë kanë pasur ndonjë sukses shumë të madh. Nuk e di cilat mund të jenë disa nga arsyet e tjera se pse nuk ka një organizim në vendin e punës. Gjithmonë numrat, nëse do kemi numra të mëdha, atëherë duan dhe më të rëndësishëm. Dhe ju me të vërtet përmendet disa sektorë si call centeret apo minierët, por mungon një organizëm kombëtar sindikave pavarësisht sektorëve. Pra, nëse do kemi një organizatë sindikale kombëtare dhe shtohen numrat e përfaqësisë në këto sindikata, atëherë do të bëhet shumë më e vështirë për sipërmarrjen për ta vënë presion apo për t'u imponuar për të mos i garantuar të drejtat e tyre. Në këtë moment duhet të ketë me të mos vendërhyrje nga institucionet apo nga shteti vetë në mënyrë për të përforcuar pozitat e sindikatës, pasi të marrin historinë e vendeve të zhvilluara, çdo e drejtë që ka ardhur në çdo sektor apo në çdo drejtim ku punëmarrësit angazhohet, ka qenë si marrëveshje e sindikatave dhe si presion i sindikatave ndaj punëdhënësve dhe patjetër do duhet që e njëjta praktikë të kalohet në Shqipëri. Pra po thoni që sindikata tradicionale që kemi ende, sepse i kemi në letra të paktën janë. Po thoni që nuk kanë kryer funksionin. Nëse sindikatat do të ndidhen vetëm për 1 maj për të protestuar, është shumë të vështirë për ta arritur kërkesat e tyre. E qartë. Unë një falenderoj për kohën tuaj, nuk e di nëse do kishit diçka për të shtuar që mbase unë nuk e preka me pyetjet e mia ose Jo, mendoj se çështjet kryesore mbeten për fat keq akoma disa çështje në duke bazike dhe në duke të cilat do duhet të jepen dhe të garantohen çdo punëmarrësi në territorin e Shqipërisë, por për fat të keq eksperjenca tregon se ka shpesh herë mungesa të drejtave bazike dhe të drejtave themelore të punëmarrësit në vendin e punës. Mos të harrojmë se ka problematika dhe për sa përket sipërmarrje, pasi gjithmonë e më tepër tregu i punës duke humbur besimin dhe temi për kraje nga sipërmarrja, tashmë po e shikon si një luftë të brendshme midis punëmarrësve dhe punëdhënësve, më tepër se një bashkëpunim apo simbiozë për të marrë përfitimet nga të dy anët. Dhe mendoj se aktualisht ndodhemi para një krize të tregut të punës dhe kjo ka çuar në një rritje shumë të madhe të punonjësve të huaj të ardhur në Shqipëri për të mbuluar pikërisht këto boshllëqe apo këto vende të lira pune të cilat fuqia punëtore e vendit nuk i shikon mos jetë. Edhe një pyetje tjetër që më kujtua tani është ka probleme me për sa i përket po themi pagave sipas gjinive, domethënë ekzistojnë ende problematika të kësaj natyre siç ka qenë para disa viteve që në të njëjtin vend pune një grua të paguhet më pak dhe një burr më tepër ose në statistika shikohet se ka një ndryshim midis pagave për shkak bazave gjinore, por mendoj se kjo diferencë po vjen gjithmonë në reduktim dhe referuar statistikave të 2025-s, diferenca ishte pothuajse pa përfillshme. Kështu që mendoj se për shkak të nevojave të shtuara të fuqisë punëtore që tregu ka aktualisht, sipërmarrjet nuk janë në të luksin për të negociuar apo edhe për të diskriminuar në thonjza të themi ato fuqi punëtore të disponueshme në treg. Kështu që mendoj se jemi në një moment në kohën më të aftë për sa i përket punëmarrësve për të pasur mundësinë e negocimit, normalisht duke u përfaqësuar siç duhet dhe duke gjetur dhe ato organizma apo mbështetje të duhur në momentin e kontraktimit të një marrëdhënie punësimi. E qartë. Shumë faleminderit për kohën tuaj, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Thank you.